Mr. Van Poenbroek, thank you very much Zoti for Van being with us Poenbroek, today. ju faleminderit shumë që jeni me ne sot. Në fakt pyetja ime e parë për ju është pyetja më e shkurtër, që është çfarë tani me gjithë këtë ndryshim gjeopolitik që po përjetojmë? Well, first of all, thank you for having me, and I would say I'll give you the shortest answer, which is I don't know. E po fillimisht faleminderit dhe do të thoja që do t'ju jap përgjigjen më të shkurtër, që është nuk e di. Të gjitha shakat më janë, mendoj se jemi në një kohë shumë të trazuar. Mendoj se shohim ndryshime sismike jo vetëm në anën tregtare, por edhe gjeopolitike, jo vetëm gjeopolitike, por edhe gjeostrategjike. Unë mendoj se shumë vende, shumë kombe, shumë bloqe tregtare po përpiqen të vlerësojnë se çfarë do të thotë ky mjedis i ri. This is going to have to play out at this point. It is impossible to predict where things. Dhe kjo do të duhet të luhet në këtë pikë. Është e pamundur të parashikohet se ku po shkojnë gjërat. Unë mendoj se ne shohim se padyshim që disa aleanca që u morën si të mirëqenia dhe një mekanizëm i caktuar tregtar global që ishte gjithashtu shumë mirë i krijuar, tani është shumë i lëkundur, të thuash më të paktën. Pra ne do të duhet të shohim se si do të zhvillohen këto gjëra. Është gjithashtu mendoj unë e lidhur jo vetëm me atë që po ndodh midis vendeve dhe rajoneve dhe bloqeve tregtare, por edhe me atë që po ndodh brenda vendeve, që njerëzit kanë zgjedhur të bëjnë gjërat ndryshe në disa vende. In several countries, and it has an impact of how people. Dhe ka një ndikim se si njerëzit e shohin tregtinë, çfarë mendojnë ata se është më e mira për ta, dhe më shumë një orientim drejt vendeve që fokusohen në interesat e tyre më strikte kombëtare se sa në aleancat, mbi të cilat është ndërtuar në të vërtetë sistemi pas luftës së dytë botërore. System has actually been built up, right? Yeah. And the second question is Dhe pyetja e dytë është gjithashtu shumë e shkurtër dhe shpresoj të kem një përgjigje më të gjatë nga ju. Po sikur që do të thotë çfarë nëse vendet evropiane përfshirë Ballkanin Perëndimor dhe në përgjithësi vendet e Ballkanit vihen para një dileme për të bërë një zgjedhje me Shtetet e Bashkuara dhe tarifat apo me Evropën dhe tarifat. Tariffs or with Europe and the tariffs again? It's a very good question. I think everything we do is about making choices. So there is no option to not make a choice. But making a choice doesn't mean choosing. Është një pyetje shumë e mirë. Unë mendoj se gjithçka që bëjmë është të bëjmë një zgjidhje. Pra nuk ka asnjë mundësi për të mos bërë një zgjidhje. Po të mos bësh një zgjidhje nuk do të thotë të zgjedhësh anë, nëse është kjo pyetja juaj. Unë besoj fuqimisht se jemi në një kohë të rikalibrimit të tregtisë ndërkombëtare, se si po perceptohet pushteti. Unë mendoj se veçanërisht vendet europiane i kanë parë gjërat më shumë si baza marrëdhëniesh. Bashkimi Evropian është gjithashtu një bashkim i shumë vendeve të ndryshme. Ka një arsye historike pse është një bashkim dhe pse ka plejadën që ka sot. That it has today. It may be compelling now to think that as a country I have to choose for this type of trade policy because that's. Mund të jetë bindse tani të mendosh se si një vend duhet të zgjedhë për këtë lloj politike tregtare, sepse kjo është, për shembull, ajo që Shtetet e Bashkuara tani po kërkojnë të shtyjnë. Ose unë duhet të zgjedh diçka tjetër, sepse kjo është ajo që një vend tjetër po përpiqet të shtyjë përpara. Mendoj se kjo është një kohë e mirë. Më pëlqen gjithmonë të shikoj gjërat pozitive në atë që po ndodh. Gota është gjysmë e mbushur ose gjysmë bosh. Tani është shumë sfiduese të shohësh gotën gjysmë plot. That the Europeans have usually made very tough decisions when under pressure. Right? In crisis moments, decisions have been taken that actually turn. Unë e shoh atë gjysmë të mbushur, sepse edhe po e them këtë nga perspektiva europiane, që europianët zakonisht kanë marrë vendime shumë të vështira kur janë në presion. Në momente krize janë marrë vendime që në fakt kanë rezultuar të nevojshme. Ky është gjithashtu një moment i së vërtetës për institucionet europiane, që liderët europianë të mendojnë shumë mirë se çfarë ekonomie, çfarë shoqërie duan, si ta organizojnë më mirë. Është një shok përmes sistemit. Le ta pranojmë, ka një tronditje të madhe përmes sistemit. Pra është një mundësi në një farë mënyre që vendet në Europë të mos jenë reaktive, por të jenë aktive. If a country needs to make a choice, the country should look at the choice what's good for them. Not to react to what someone else is deciding for themselves, but what is ultimately in the best interest of your own country. And again, the post-World War II global society was built on alliance. Ju përmendët Ballkani Perëndimor. Nëse një vend duhet të bëjë një zgjidhje, vendi duhet të shikojë zgjidhjen çfarë është më e mira për ta. Jo për të reaguar ndaj asaj që dikush tjetër po vendos për veten e vet, por asaj që në fund të fundit është në interesin më të mirë të vendit tuaj.
Ta them përsëri, shoqëria globale e pas luftës së dytë botërore u ndërtua mbi aleanca dhe aleancat nënkuptojnë solidaritet, dhe ne kemi parë momente kur solidariteti mungon. Ka pasur disa kriza ku dhe brenda një konteksti europian është shumë e vështirë të kërkosh konsensus, të kërkosh solidaritet. Por nëse tani kalojmë në një sistem ku ai bazohet fjalë për fjalë më shumë në transaksionet midis bllokeve tregtare ose vendeve, ky është një koncept shumë i ndryshëm se sa një aleancë. Një aleancë nuk është kurrë perfekte, por një transakcion ju e dini se çfarë keni. Por gjithashtu e dini se mund të mos jetë atje për 5 apo 3 vjet, sepse është një transakcion, nuk është një aleancë. I gjithë rendi global është ndjerë shumë komod me aleancat e pas luftës së dytë botërore, por jo me transaksionet, sepse nuk e dini se çfarë presin tani me këtë. Ne nuk e dim se çfarë do të thotë kjo, sepse një transakcion sot është thjesht një transakcion dhe kjo mund të ndryshojë nesër. Dhe ka një faktor tjetër, sigurisht, ku SBA thot gjithmonë, mirë, ne kemi 2 oqeane të bukura në të 2 anët, gjë që është absolutisht e vërtet. Nëse jeni në Ballkanin Perëndimor ose kudo në Europë, nuk është kështu. Pra gjeografia të detyron të jetosh me fqinjët. Kudo që të jeni nuk mund t'i largoni fqinjët, nuk do të ndodh kurrë. Pra, sado e vështirë mund të jetë ndonjëherë, ju duhet të gjeni mënyrën më të mirë për të jetuar në paqe dhe prosperitet me fqinjët tuaj në fund të fundit. Dhe kjo është arsyeja pse zgjidhja e vendeve të Europës është e ndryshme nga zgjidhja mendoj unë në Shtetet e Bashkuara. I think in the United States it has completely different angles to it, but historically we've seen enough conflict. Ka kënde të ndryshme për të, por historikisht ne kemi parë mjaft konflikte në Europë. Unë gjithashtu dua të them se Bashkimi Evropian është për ne mbi të gjitha një projekt faqeje. Të gjithë e dim se është shumë i papërsosur. Dëgjuam në forumin Delfi, dëgjuam nga komisionerët evropian, nga kryeministri, sa sfida ka. Por kjo është natyra e bashkimit të vendeve, papritmas në një strukturë me identitetin e tyre kombëtar, por duke u përpjekur të sigurohet se nuk do të ketë më kurrë luftë. Pra ka një arsye pse është e papërsosur. Ne nuk kemi një shtet federal, një federat si Shtetet e Bashkuara. Dikur ekzistonte kjo thonje vjetër në SBA, si mirë, kë telefonon kur dëshiron të flasësh me Europën, e cila është ende e vërtet në një masë të madhe. Dhe ne dëgjojmë shumë biseda sot, përsëri se çfarë duhet bërë, çfarë mund të bëhet. Por unë mendoj se gjithashtu koha që njerëzit të zgjohen dhe të mendojnë si çfarë mund të bëjmë dhe jo vitin e ardhshëm, por tani. What can we do? And not next year, but now. Po, sepse është tani. Po ndodh tani, pikërisht. And one last question. We are discussing Dhe një pyetje të fundit. Ne po diskutojmë kaq shumë këto ditë për marrëdhënie transatlantike. Dhe gjithashtu do doja t'ju pyesja shumë shkurt, dhe le të themi jo vetëm një përgjigje të gjatë, por nëse kemi në të vërtetë një përgjigje për këtë, bëhet fjalë për marrëdhëniet midis Evropës dhe Shteteve të Bashkuara, apo lëkunden apo po thyhen. Pra, apo shohim lëkundje të atyre marrëdhënieve apo thyerje, që do të thotë e vështirë për të riparuar. hard to repair, you know. I think it's at this point shaking. I think we have to stay calm. We have to not panic. And with we, I mean everywhere, everybody, not just in Europe or the US. Unë mendoj se është në këtë pikë. Jam duke u lëkundur. Mendoj se duhet të qëndrojmë të qetë. Nuk duhet të bëjmë panik. Dhe me ne, dua të them kudo të gjithë. Jo vetëm në Europë apo SBA, por kudo tjetër në botë. Kjo është një tronditje që kalon përmes sistemit dhe po teston aleancat, po teston miqësitë, po teston marrëdhëniet. Dhe përsëri e shikoj gotën gjysmë plot, se në fund do të vijë një zgjidhje nga kjo. Mendoj se lidhjet transatlantike kanë qenë historikisht gjithmonë shumë të forta për arsye të mira. Nuk shoh asnjë arsye pse kjo do të ndryshojë. Mund të jetë ndryshe për një kohë, por unë nuk e shoh këtë si një thyerje. Dhe disa vende mund të përqendrohen më shumë përsëri në interesin e tyre kombëtar duke punuar në transaksione. Por në fund të fundit ka një histori të rrënjosur thellë dhe një marrëdhënie të rrënjosur thellë midis vendeve europiane dhe Shteteve të Bashkuara. Dhe gjithashtu duhet të shikoni nga këndvështrimi i SBA-s, se ka pasur pyetje shumë legjitime. Një partneritet duhet të funksionojë për të dyja palët. Një aleancë duhet të funksionojë gjithmonë për të dyja palët. Duhet të funksionojë për të dyja palët. Po, për të dyja anët dhe për të gjitha palët e përfshira. Dhe unë mendoj se ka pasur shqetësime nga të dyja palët për një kohë. Dhe tani është duke shkuar në një nivel tjetër, ku të gjithë janë të detyruar të adresojnë këto shqetësime. Pra kjo nuk do të thotë se ka një thyerje. Mendoj se ka vetëm rikalibrim dhe kjo do të marrë kohë. Është një proces politik në fund të fundit. It's a political process at the end of the day.
Në fakt, e kemi filluar këtë pjesë të Balkan Files duke folur për atë që po ndodh, pra një ndryshim gjeopolitik që ka prekur, afektuar pothuajse të gjithë botën. Kemi folur me ata që jetojnë në Shtetet e Bashkuara dhe e shohin këtë nga pikpamja e asaj që po ndodh, nga pikpamja e Washingtonit apo e New Yorkut apo e pjesës tjetër të atij kontinenti. Ndërkohë, shkojmë pak edhe në pjesën tjetër të botës. Bëhet fjalë për lindjen e mesme. Jam këtu me Dr. Abla nga Egjipti, është pjesë e një institucioni shumë të rëndësishëm këshilldhënës. Dhe do të flasim për pjesën e impaktit, ndikimit që ka ky ndryshim gjeopolitik në atë pjesë të botës, qoftë nga ana ekonomike, por edhe le të themi politika ekonomike. Dr. Abla, thank you very much for being with us. Doktor Abla, faleminderit shumë që jeni me ne sot. Pra, unë do doja të filloja me ndikimin e këtij ndryshimi gjeopolitik në lindjen e mesme, siç ka prekur në fakt pjesën tjetër të botës. Okay. Thank you so much for inviting me. The geopolitical situation in the region was never... Faleminderit shumë që më ftove. Situata gjeopolitike në rajon nuk ka qenë asnjëherë mirë që kur filluan problemet mes Izraelit dhe palestinezëve dhe fakti që ky problem nuk u zgjidh. Por natyrisht kulmi ndodhi duke filluar nga 7 tetori. Ndikimi ekonomik në rajon dhe unë do të flas pak për Egjiptin, unë ndje fillimisht menjëherë në turizëm, sepse në momentin që ka konflikt, askush nuk shkon edhe nëse nuk ka problem në vetë vendin, pra turizmi në të gjithë zonën u ndikua shumë. Të prekura ishin edhe investimet. Përsëri ka një mjedis mosbesimi për të gjithë situatën, pa siguri, kështu që investimet nuk vijnë dhe gjithashtu natyrisht kanali i Suezit u prek. Ne humbëm shumë nga të ardhurat tona për shkak të sulmeve nga Houthis dhe konfliktet në të gjithë rajonin. Është mjaft interesante se gjiri ishte më pak i prekur sepse çmimet e naftës në fakt nuk ndryshuan shumë. Prodhimi i naftës nuk u ndikua fare, por këtu ka 2 pika shumë të rëndësishme. Njëra prej tyre është se efekti nuk është vetëm në rajon, por në fakt është në të gjithë botën. Pra, sepse perëndimi e shikon sikur çfarë do të ndodhë me këtë rajon. Kjo është ajo që do të ndodhë me të gjithë. Ka pasur shumë investime migruese nga Kina, nga Evropa, duke shkuar pas kostove më të ulta të punës dhe kostove më të ulta të energjisë në Egjipt dhe vende të tjera të rajonit, dhe kjo nuk po ndodh. Dhe kjo nuk po ndodh për shkak të rrezikut. Mirë, pra, kjo është në të vërtet negative për investitorët që vinë nga jashtë rajonit. Kjo është e para, por ndikimi i dytë më serioz lidhet me tregtinë. Problemet në detin e Kuq dhe fakti që në kanalin e Suezit anijet kishin frikë të kalonin dhe primi i sigurimit ishte i lartë dhe duhej të kalonin në rreth kepi të shpresës së mirë për të arritur, e dini, për të arritur marrëdhënien midis veriut dhe jugut. Kjo çoi në disa vendime, si për shembull le të bëjmë disa korridore të reja, le të përpiqemi të shmangim kanalin e Suezit, dhe ka ide si Mek dhe të tjerë që mendojnë në këtë drejtim. Dhe problemi këtu është se ju po merrni problemin politik që është gjithmonë i shëmtuar dhe po e hidhni shëmtin në kovën ekonomike duke bërë atë më pak efikas. Pra do të hidhni investime të mëdha në korridore të reja që nuk janë të nevojshme, për shkak se në momentin që problemi zgjidhet, anije do të kthehen normalisht dhe bizneset do të shkojnë pas kostos më të ulët dhe më efikase. Dua të them, a e kuptoni çfarë po them? Pra në fakt është shumë e qartë dhe ky i Mek, që është korridori i ndis lindjes së mesme e Evropës, po shkon nga Evropa në Haifa, në Izrael, ku në fakt është e pamundur të bësh gjë, deri në Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe më pas në Indi. Investimet e nevojshme janë të mëdha, kostoja e trajtimit është e madhe, sepse transportoni mallra nga trenat në tokë dhe më pas në det, ka kosto të lartë dhe nuk mund ta krahasoni me asgjë. Nuk mund ta krahasoni atë me kanalin e Suezit, nuk mund ta krahasosh me asgjë tjetër, sepse është si të krahasosh mollët dhe portokallet. Ata nuk janë njësoj. Pra nuk mund të jetë një korridor alternativ sepse ngarkesa në një tren nuk i kalon 50.000 ton, në një anije është 200.000 ton. Pra, ato nuk janë vërtet të krahasueshme. Pra, nuk mund të thuash, o Zot,
I MEK do të marrë për 15 ditë dhe kjo është më pak se kështu nuk mund të krahasohet. Dhe jo vetëm kaq, investimet e nevojshme janë të mëdha. Egjipti u përjashtua nga IMEK edhe pse është në qendër. Në tavolinë tani ne kemi propozimin që në fakt Franca do të na e mbështes për të pasur IMEK në Egjipt, pra për të përfshirë Egjiptin. Pra ngarkesa do të vinin nga Evropa në Aleksandri. Europe to Alexandria. Le ta shpjegojmë për shikuesit tanë, çfarë është IMEK? IMEC is India, Middle East. IMEC është korridori i Indjes, lindjes së mesme e Evropës. Është një rrugë e re tregtare që u krijua për shkak të rrëmujës. Në rregull? Si një alternativë. It's like as if it's an alternative, but I'm saying it's not. Sigur është një alternativë, por po them që nuk është. Nuk është alternativë, këtë po them. Është një shembull se si mund të prishësh politikën ekonomike dhe eficiencën ekonomike duke e hedhur në politikë. And you're going about it in the wrong way. Dhe po e bëni në mënyrën e gabuar. Kjo është fjala e fundit këtu. Ajo që sugjeron Egjipti nëse doni të keni një rrugë shtesë, sepse nuk do të mund ta zëvendësoni kurrë Suezin. Pra, nëse doni diçka shtesë, atëherë bëjeni siç duhet dhe bëjeni efikas. Pra shkoni nga Evropa në Aleksandri, që është Egjipti. Në Aleksandri ne kemi një infrastrukturë të madhe tani. Në fakt, Egjipti ishte borxhli për shkak të infrastrukturës. Mirë, kështu që kemi infrastrukturën atje. Trenat, pra, ka trena nga Aleksandria, dhe ndërsa kaloni detin e Kuq për të shkuar në Arabinë Saudite, ju e bëni atë me ato që quhen tragetet e trenit. Pra, janë anijet që transportojnë trenin. Pra, është një lloj trajtimi infrastruktura që është aty. Dhe mund të fillojë menjëherë pa investime, pa kaluar nëpër zonat që ende po vuajnë nga politika. Pra mendoni me zgjuarsi, por mos I prishni gjërat thjesht duke ju drejtuar politikës. Dhe pastaj, sigurisht, më e rëndësishmja dhe kjo është fjala e fundit këtu, merruni me elefantin në dhomë që është siguria e rajonit, e cila mund të zgjidhet vetëm duke pranuar të drejtën e palestinezëve për tokën. Është një tokë e pushtuar dhe të kemi një zgjidhje me 2 shtete. Para çdo gjëje tjetër të menduarit duhet të jetë I drejtë. Ky është elefanti në dhomë dhe nëse nuk kujdeseni për këtë, gjithmonë do të ketë probleme. Nuk është çështje armpushimi apo mos armpushimi, është çështje e zgjidhjes së thelbit të problemit, njohja e të drejtave të këtyre njerëzve për tokën. Ekziston një politikë tarifash nga presidenti Trump në Shtetet e Bashkuara. Si ka ndikuar kjo në rajon? Well, President Trump is single-handedly destroying the world. Okay, let's put it this way. E po, presidenti Trump po e shkatëron botën me një dorë. Le ta themi në këtë mënyrë, I gjithë sistemi shumë palësh po preket edhe para tarifave, me ato që po bën me tregtin, ai po e bën me OBT-n. Rrëmuj totale, ai doli nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Kjo është për të gjitha marrëveshjet për klimën, është krejtësisht e gabuar. Tarifat që u vendosën u vunë për të bërë 2 gjëra. Së pari për të penalizuar Kinën. Kina është armiku I tyre më I madh dhe në këtë proces prek të gjithë të tjerët, por më e rëndësishmja ai mendon se mund t'i kthejë Shtetet e Bashkuara në një fuqi të madhe industriale, dhe kjo është shumë e çuditshme sepse SBA-ja ka kaluar atë fazë dhe shkëlqen në shërbimet që janë shumë më të vlefshme. Pra ai po e kthen vendin prapa, po qëllon vete në këmbë dhe po gjuan gjithë botën, apo jo. Pra po prek lindjen e mesme, po aq sa po prek të gjithë të tjerët. Egjipti është prekur në një mënyrë minimale, në rregull sepse pjesëmarrja jonë në tregtinë ndërkombëtare nuk është e madhe, por efekti ynë më I madh është në eksportet tona të veshjeve të gatshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse kjo po ndodh përmes asaj që quhet marrëveshja Giz, që është një marrëveshje midis Egjiptit dhe SBA-s për eksportin e veshjeve me tarifa zero, me kushtin që 10% e përmbajtjes të vinë nga Izraeli. Në rregull, pra me këtë ne kemi $2 miliard eksporte në Shtetet e Bashkuara në veshje. Ne kishim zero tarifa. Kjo është bërë 10%, në rregull, por ky 10% është më pak se në të gjitha vendet e tjera. Pra duke folur relativisht, pozicionimi nuk ndikohet shmendurisht. Lindja e mesme nuk preket shmendurisht nga kjo. Në fakt janë më shumë vendet perëndimore. Kina është 150% a diçka. Është një shaka, është një cirk, të bën të qeshësh. Por ajo që është shumë e qartë, ajo që po bën SBA është që të gjuajë veten në këmbë dhe të shkatërrojë sistemin në botë. It's a joke, it's a circus.
145. Yeah, so I know it's like it makes you laugh, all right? It makes you, but what is very clear, what the US is doing is shooting. Mundet shumë lehtë kjo lojë që ai po luan mund të përfundojë me një luftë serioze tregtare. Situata në të cilën ndodhemi tani nuk është e ndryshme nga ajo në të cilën ishte ekonomia botërore pas luftës së dytë botërore dhe rrëmuja përfundoi me një luftë. Pra mund të jetë një luftë serioze tregtare dhe mund të jetë më shumë se thjesht një luftë tregtare. So it can be a serious trade war and it can be more than just a trade war.